بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Më të vërtetë falënderimi do të takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë Allahut Azza wa Jall që të na ruajë nga keqja e vetëve tona dhe punëve tona. Ka udhëzon Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush e humb atë dhe kush zgjedh për veten e tij devijimin, nuk ka kush e udhëzon atë përveç Allahut Azza wa Jall. Dëshmojmë të deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut Azza wa Jall dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, në mësimin e kaluar mbaruam dy tema. Tema e parë ishte teshahudi dhe nëpërmjet haditheve të cilët ka përzgjedhur Imam Abdul Ghani al-Maqdisi dhe me shpjegimin e Sheikh Abdullah al-Bassam, Allah më shëroft të dy, i përfunduam pra në shpjegimin e teshahudit dhe dhikrin që përdoret në të dhe salavatet, pra salavatet që janë mbi dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mbi Ibrahimin alaihi salam. Dhe sonde me shpresë të Allahut Azza wa Jall dhe me ndihmën e tij do marrim temë të re, e cila është bab ad-du'a ba'da at-tashahhud al-akhir. Pra lutja, duaja që bëhet mbas tashahudit të fundit. Sikurse i mësuam, ato që i kaluam më përpara janë pra ato dhikrat të cilët përdoren mbasi njeriu mbaron sejdët, pra dy sejdët e fundit, qoftë në namazin me 2 rekate, qoftë në namazin 3 rekate, qoftë në namazin 4 rekate farz, apo namaz nafile që janë 2 rekate, sunnet ose namaz vullnetar. Dhe dhikri që përdoret në ta pra është ashtu sikurse u rënditën ata në mësimin e kaluar, pra njeriu lexon at-tahiyatu lillahi wa salawatu deri në fund dhe pastaj fillon me salavatet, dhe sonde me ndihmën e Allahut Azza wa Jall do të nisim me hadithin me numër 118, normalisht pra na mëson neve me vazhdimsinë e duave, vazhdimsinë e dhikreve që përdoren, të cilët janë ma'thura, pra janë të ardhura nga i dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe janë të vepruara nga sahabët radhiyallahu anhum. Pra, këto janë dhikret të cilët do i mësoj me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, duke i lexuar këto hadithe me ndihmën e Zotit sonde. Dhe hadithi me numër 118 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي اللفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, dhe deri në fundin e hadithit që sapo e lexuam. Pra transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim hadithin i cili përcillet nga Abi Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte që u luste në namazin e tij mbasi kishte lexuar tahiyatin pra tashahudin, mbasi kishte lexuar salavatet, lexonte dua. Dhe ato dua është sikurse kjo dua të cilën pra është me ne sonde me këtë hadith. Thuhet Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. O Allah, të kërkoj mbrojtje ty që të më ruash nga dënimi i varrit. Wa min adhabin nar, dhe nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Wa min fitnatil mahya'i wal mamat, dhe nga sprovat që ndodhin për njeriu në jetë dhe sprovat që ndodhin mbas jetës, pra mbas vdekjes. Wa min fitnatil masihid dajjal, dhe nga fitnja e Mesihut Dajjali, i cili është Dajjali i njohur sikurse ka ardhur në hadithe të tjera. Dhe në një transmetim të Imam Muslimit thot kur do njëri për jush ka bërë teshahudin,
atëherë le të kërkojë Allahut mbrojtje nga 4 gjëra dhe përmend ato të 4 që sapo i lexuam më lart. Pra hadithet të dy, njëri është i transmetuar nga Imam Buhari dhe njëri është i transmetuar nga Imam Muslim. Hadith madhështor, hadith i cili përmban pra fjalë të rëndësishme. Këto janë lutje vërtet madhështore dhe të rëndësishme. Sepse me to njeriu kërkon mbrojtje nga gjërat më të këqija dhe shkaqet që të çojnë nga këto gjëra të këqija. Pra, nga këto që nëse e ka përcaktuar Allahu Azza wa Jall që të dënohesh në jetën e varrit dhe e ka përcaktuar Allahu Azza wa Jall që ti të sprovohesh në jetën e dynjas dhe në jetën pas dynjas, atëherë nëpërmjet kësaj duaje, pra që e ka ligjëruar dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, bëhet shkak që Allahu Azza wa Jall ta largojë dhe mos të jesh i sprovuar nga kjo. Pra ne i kërkojmë Allahut Azza wa Jall që mos të bijem ke këto pra gjëra të cilët janë të rrezikshme dhe të këqija. Walihadha dhe për këtë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i dha rëndësi të veçantë. Pra këto që i lexuam më lart, i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam i dha rëndësi të veçantë sa që u luste vetë me to. Përderisa i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i mirë dhe më i dashur tek Allahu, pejgamberi më i mirë prej pejgamberëve dhe dërguarve që ka sjell Allahu Azza wa Jall në tokë, lutet me këtë dua, tregon vlerën e saj madhështore dhe nevojën që ka njeriu për këtë lutje, duke ju drejtuar Allahut Azza wa Jall dhe duke i kërkuar atij që ta ruaj nga këto sprova. Dhe kur i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam e bën, atëherë min babil aula, atëherë më parsore është për ne si njerëz, pra që jemi ndjekësit të dërgumit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, është më parsore për ne që ta ruajmë dhe ta veprojmë këtë dua në namazet tona. I dërgumi Allahut u luste me to, po gjithashtu i urdhëronte sahabët që ta veprojnë këtë dua në namazet e tyre. Dhe gjithashtu e përcaktoi vendin ku ta veprojnë këtë dua. Pra këtë dua veprohet pra mbasi është kryer tahiyatu lillahi wa salavatu dhe dy salavatet, atëherë është koha e përshtatshme për ta bërë këtë dua pa dhënë selamin, pa dhënë pra selamin nga dy kohët. Kjo është pikërisht vendi ku Allahu Azza wa Jall e ka përcaktuar që të veprohet nëpërmjet dërgumit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ky është vendi ku i përgjigjet Allahu kësaj duaje. Kjo nuk tregon se nuk mund të veprohet kjo dua, po themi kur jemi në namazin ton, pra që po falemi namaz nafile në shtëpi dhe mund ta bësh në sejdë. Por koha më e përshtatshme dhe koha ku ne e veprojmë dhe është e dashur tek Allahu sepse ne ndjekim të dërgumin e tij sallallahu alaihi wasallam, është pikërisht kjo kohë pra mbas tahiyatit të shahudit, mbas dy salavateve dhe bëjmë këtë dua. Pse është kaq e rëndësishme dhe madhështore kjo dua? Sepse thot Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu më shëroft, tashmal al-isti'adhata min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min shahawati ad-dunya wa shubuhatiha. Sepse kjo dua përfshin atë kërkimin e mbrojtjes nga dënimi i varrit, gjithashtu nga dënimi i zjarrit, gjithashtu përfshin mbrojtjen nga epshet e dynjas dhe cytjet e saj, pra cytjet e shejtanit, që përpiqet që ta devijojë besimtarin dhe besimtaren nga rruga e drejtë, nga dhikri, nga përmendja e Allahut, nga vepra e mirë, nga ndalimi pra i veprës keqe ose urdhrimi i veprës mirë. Gjithashtu min ighwa'i shayatin inda al-ihtidar. Pra, kjo bëhet shkak që t'i largojë shejtanët kur njeriu është pra në pragun ose në kohën që po i afrohet vdekja dhe largimi nga kjo dunja, Gjithashtu bëhet shkak kjo dua që aleikum selam. Wa fitanil qabr allati hiya sababu adhabihi. Pra,
Tham siç e tham më lart që ky lloj duaje bëhet shkak që njeriu t'i largohet pra jeta e varrit, sprovat e jetës së varrit, sprovat që ndodh me besimtarin dhe besimtaren kur ai është pra në varr. Kur njeriu e bën këtë dua, e ndjek atë çka ka zbritur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe e ndjek rrugën e tij, pra duke vepruar sikurse ka vepruar ai, bëhet shkak që njeriu të shpëtojë nga sprovat e varrit, sprovat e varrit. Gjithashtu bëhet shkak që të ruhet njeriu nga sprova e Dexhalit. Dhe siç e dimë që Dexhali nuk është vetëm ai Dexhali i cili personifikohet në hadithet e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që do vi gati në fundin pa u prishur kjo dynja. Por se në këtë fjalë hyn, thot ulemat, çdo njeri i cili vishet ose na vjen neve me petkun e të vërtetës, ku ai fsheh atë çka është pra të pavërtetën, gënjeshtrën, mashtrimin, devijimin e çdo gjë e keqe e cila pra e çon njeriu tek e keqja. Pra jo vetëm, siç tham, sprovën që mbart Dexhali kur të vi në kohën e vet kur ta lejoj Allahu azza wa jall që të vinë në dynja, por se flitet për çdo Dexhal i cili pra sillet sikurse ai pra në këtë dynja. Pra ata njerëzit të cilët sillen sikurse Dexhali na shfaqin neve në petkun që veshin atë të vërtetën, por se ata për brenda pra janë njerëz të cilët ftojnë tek e kota, ftojnë tek devijimi dhe tek prishja. Wa a'dhamuhum fitnat alladhi sahhat al-akhbaru bi khurujihi fi akhir az-zaman. Dhe ne e dim se fitnja më e madhe dihet nga fitnat pra që do vinë, që ata janë të njëpasnjëshme, është edhe kjo fitnë e cila quhet fitnja e Dexhalit, dhe Allahu na ruaj thot nga fitnja e tij, sepse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Dexhalin, nëse un jam me ju, pra në mesin e juaj, un ju mjaftoj juve, a nëse un nuk jam, atëherë kërkojeni Allah azza wa jall mbrojtje nga ai Dexhali, dhe kjo është pikërisht kjo dua ku ne e veprojmë atë në namazet tona. Disa rregulla që ka përcjellur shehu Allahu e mëshiroft janë istihbab hadha ad-du'a aqib at-tashahhud al-akhir, kama huwa sarih bi taqidihi bi hadha al-makan fi sahih Muslim. Pra, është e pëlqyeshme që kjo dua të veprohet pra përpara se të jepet dy selamet në tashahudin e fundit. Pra këtu është koha më e mirë dhe koha e pëlqyeshme që të veprohet. Sikurse e tham më lart që në këtë dua nuk është e thënë që s'mund ta bëjmë atë në një namaz nafile, ku ne jemi duke falur namaz nafile dhe e bëjmë atë në sejdë, përveç se e bëjmë në mbas tashahudit të fundit, po e bëjmë atë në sejdë për të kërkuar Allahut mbrojtjen nga këto fitne. E dyta, أن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها. Thot se të kërkosh mbrojtje me këtë dua është thot më e mira, sepse veti dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam është marrë me të, pra e ka vepruar këtë dua në namazet e tij dhe se ka lënë pa vepruar këtë dua derisa sa është larguar nga kjo dynja. Dhe siç e dim se të veprojmë ose të marrim për mbrojtje këtë dua është thot shkak që të na ruaj Allahu azza wa jall nga ato lutje të cilët i lexuam më lart, dhe bëhet shkak pra që të na ruaj Allahu azza wa jall nga rënja në fitnën e dynjas, apo në rënjën e fitnës së Dexhalit, apo të na ruaj Allahu azza wa jall nga zjarri i xhehenemit, apo të na ruaj Allahu azza wa jall nga fitnet ose nga dënimi në varr. E treta, thubut adhabil qabr wa annahu haq. Në këtë hadith përfitojmë atë çka është shumë e rëndësishme, është se dënimi i varrit është hak dhe i vërtet, sikurse ka njerëz të cilët pra jetojnë me ne rreth nesh dhe nuk e besojnë se ka jetë varri ku në të njeriu pra ose do përfitojë
nga të mirat që ka vepruar në këtë dynja, ose do dënohet nga ato veprime që ka vepruar në këtë dynja. E pesta at-tabassur bi du'ati su wa nashiri lil hadi wal fasad. Në këtë hadith dhe shisa i kujdesshëm është Sheikhu Abdullah al-Bassam, Allahu më shëroft, se thot në këtë hadith përfitojmë se na jep me treguar se duhet të përpiqemi që të zbulojmë thirrësit e të kotës. Dhe mos të heshtim para asaj çka është devijim dhe thritje për tek e kota. U bie si detyrë thirrsave, kudo qofshin ata në botën islame, që nëse ndodh që të ketë në mesin e atyneve njerëz që thrasin për tek e kota me hadithe të dobta ose me çështje të cilat janë të bazuara në fenë e Allahut azza wa xal, që ata ta kundërshtojnë dhe të sjellin argumentet e sakta dhe të përcjellin në midis njerëzve të vërtetën e cila është e zbukuruar me argumenta. Pra, njerëzit, ulemat janë të kujdesshëm që tu përcjellin njerëzve gjithmonë detaje të cilat i ndihmojnë ata në jetën e atyneve, sikurse është kujdesur pra Sheikh Abdullah al-Bassam, duke marrë nga hadithi pra shkak dhe duke parë që ka pasur, do ketë dhe do vazhdoj të ketë njerëz të cilët thrasin pra për tek e kota, për tek devijimi. Prandaj, duhet të jemi të kujdesshëm dhe të përpiqemi në radhë parë ta mësojmë fenë Allahut azza wa xal, sepse nëpërmjet diturisë mundesh që ti përgjigjesh të kotës dhe personit që thret tek e kota. E gjashta, al-Masih al-Mutlaq huwa Isa ibn Maryam alayhi salam. Të dim thot se nga përfitimet e hadithit është se kurse përmendet fjala al-Masih dhe nuk shoqërohet me fjalë pas, për shembull as Mesihut Dajjal, pas Mesih Isa. Nëse nuk përmendet me fjalë pas asaj, direkt të shkon në mend dhe dihet që është për Isain alayhi salam. E nëse kihet për qëllim që të përmendesh Dajjalin, atëherë thuhet al-Mesihut Dajjal. Pse? Sepse al-Mesih vjen nga fjala pra shpërngulje dhe ngritje nga diçka për tek diçka, sikurse i ndodhi Isait alayhi salam pra ngritje nga vendi ku ishte tek vendi ku ishte mbledhur me nxënësit e tij dhe ngrihet pra për në qiellin tek Allahu azza wa xal, në atë moshë ashtu sikurse e përcaktoi pra Allahu azza wa xal. Dhe Dajjali bën këtë njëjtën gjë pra ikën dhe sodit dhe largohet nga një vend në një vend tjetër në një kohë shumë të shkurtër nga fuqia që i ka dhënë Allahu azza wa xal. Dhe nëse pra ndodh që të lexohet në një libër al-Mesih, ka për qëllim pra Isain alayhi salam. E nëse thuhet al-Mesihut Dajjal, ka për qëllim pra Dajjalin. Allahu na ruaj nga fitnja e tij. Shtata, fitnatul mahya'i ma yata'arrad. Pra thot kur thot fjala e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do na ruaj nga fitnja e jetës, në përfshin thot çdo gjë e cila pra ndodh në jetën tonë, qofshin ato pra vepra ose pengesa ku na pengojnë neve për të arrit të mirat e dynjas dhe pengesa që na ndodhin neve për të arrit të mirat e ahiretit. Të dyja këta. Nëse njeriu ti ndodh sepse po ta shikosh pengesa që të bëhen dhe të krijohen për të arrit të mirat e dynjas, janë ato ku njeriu po themi niset për të shkuar tek puna vet dhe e llogarit atë që të ketë një kohë të përshtatshme. Shejtani futet dhe ta bën atë kohë pra dhe ta zgjat dhe të pengon dhe ta merr gjithë pjesën e ditës vetëm një çështje dynjaje dhe të pengon që të angazhohesh me çështjen e ahiretit. Prandaj, kjo është ajo pra fitnja ose shkaku ose epshet ose gjërat që na rrethojnë neve dhe na pengojnë për të arrit edhe dynjan, por për të arrit edhe ahiretin, e cila është shumë herë më e rëndësishme se sa dynjaja. Dhe fitnja e asaj që vjen pas jetës, e cila është në vdekjen tonë që ndodh në varr, atëherë thot, është ajo çka ka ardhur në hadithin e Asma bintu Abi Bekrin, si shpjegim po për këtë fjalë, thot wa innakum taftuna, pra
dhe më të vërtet ju do sprovoheni në varret e juaj, ashtu sikurse do të jetë sprova që ka zbrit Allahu Azza wa Jall thot me Dejjalin. Pra sprovë e madhe, sprovë e vështirë dhe i lutim Allahun Azza wa Jall që të na lehtësoj neve dhe çdo kujt pra të gjitha këto sprovët që janë përmendur në këtë hadith. Shpresoj që të jetë qartë dhe vazhdojmë me hadithin tjetër. Hadithi me numër 119. An Abdullah ibn Umra ibn al-As an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري ومسلم. Pra transmetohet nga Abdullah ibn Umar ibn al-As nga Abi Bakr as-Siddiq, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata, se ju drejtua të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Më mëso me një dua që të lutem në namazin tim." Dhe i tha i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Thuaj: Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira." O Allah, i kam bërë padrejtësi vetes time me padrejtësi të shumta. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Dhe nuk i fal ato gjunahe, ato padrejtësi përveç se ti. Faghfir li maghfiratan min indik. Më fal me mëshirën të cilën pra e posedon vetëm ti. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dhe më mëshiro se më të vërtet ti je mëshirues i madh. Pra, kjo dua e cila një dua madhështore dhe mendoj se të gjithë nga namazlit pra janë munduar që ta mësojnë, kjo është radha e veprimit të kësaj duaje, e cila pra renditet dhe është sunet dhe është vepër e mirë që të veprohet sikurse e tham, sepse çdo hadith që kalojmë është dhe shpjegues për namazin ton. Tham që mas e tahiyatut të shahudit lexohen dy salavatet, pastaj bëhet duaja me të cilën sapo e lexuam Allahumma inni a'udhu bika prapë me nga këto gjëra, pastaj bëjmë Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira e deri në fund të kësaj duaje. Kuptimi i përgjithshëm i kësaj duaje, siç na e ofron atë Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, Abu Bekri radhiyallahu anhu i kërkoi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që t'i mësoi atij një dua të cilën pra nuk e dinte atë më përpara. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha atij që të mësoj dhe orientoj të kjo dua, që ta lutesh atë në namazin tënd. Pra, bihadha dua nafi, me këtë dua të dobishme, sepse kjo përmban shkaqet e arritjes së përgjigjes së asaj që ti i kërkon Allahut Azza wa Jall. Nëpërmjet kësaj hapje, ti mund t'i kërkosh Allahut Azza wa Jall mas kësaj duaje atë çka ti kërkon nga zemra jote, dhe Allahu Azza wa Jall të përgjigjet mbas kryerjes së kësaj duaje. Pra mbasi ti e vepron këtë dua, kjo bëhet shkak që atë dua që ti vepron pas kësaj ta pranoj Allahu Azza wa Jall dhe ti përgjigjet asaj. Sepse e ka filluar me mirënjohjen dhe pranimin. Pra o Allah, unë jam gjunahçar mëkatar. Dhe kur njeriu i dorëzohet Allahut Azza wa Jall, atëherë Allahu i drejtohet atij me falje dhe me pranim të asaj gabimi dhe me falje të asaj gjëje që ai e ka vepruar më përpara. Kjo na mëson neve dhe na jep me tregu se duaja veprohet në këtë lloj forme. Nuk mund të hyjë njeriu në dua direkt tek gjëja e vet. Jo se nuk mund të hyjë dhe është ndaluar haram. Por ka një metodë dhe një formë kur i drejtohemi Allahut Azza wa Jall me lutje, atëherë duhet që njeriu t'i tregojë krijuesit të tij se ai i përulet atij. Dhe gjithashtu ja paraqet situatën e tij dhe pse Allahu din gjithçka.
por ti tregon për ulësinë tënde duke i thënë që o Allah, unë jam gjunahçar. Prandaj i të kërkoj ty që të më falësh. Ti e posedon faljen dhe më fal mua. Në këtë dua na mëson pra që ne të njohim dhe ta paraqesim mangësinë tonë para Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është e vërtetë dhe kjo tregon sinqeritetin e njeriu. Dhe kjo është një diçka e cila pra hyn tek e vërteta, me të cilën Allahu Azza wa Jall e din shumë mirë. Thumma ifradullahi ta'ala bi isdadil maghfira. Dhe pastaj ti i paraqet dhe ti pranon se kompetenca dhe falja është vetëm në dorën e Allahut Azza wa Jall. Dhe ti me këtë veprim po i kërkon Allahut, por nuk e ke të sigurt. Po ti po i kërkon Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo nuk do thotë që njeriu vetëm ta drejtojë si dua dhe s'është fare aty. Prandaj ti i drejtohesh Allahut Azza wa Jall me mangësinë tënde, duke u përulur për Allahut Azza wa Jall, duke i treguar që gjithçka është në dorën tënde, o Allah, atëherë ti më fal mua sepse ti e ke në dorë dhe ti e posedon faljen, prandaj o Allah, më fal mua. بعد هذه التوسلات النافعة طلب منه المغفرة وحده. Masi ti pra i bën një hapje sikletit tënd, asaj çka ti ke në zemrën tënde, në gjoksin tënd, atëherë pastaj mbas kësaj i kërkon Allahut Azza wa Jall që Allahu të fal ty, dhe Allahu Azza wa Jall e din shumë herë më mirë, e din çka ti fsheh në të brendshmën tënde, por e ka bërë që ti, pra e ka bërë shkak që ti t'ja drejtosh Allahut Azza wa Jall dhe Allahu të ta fal ty. بعد هذا سأله الرحمة التي هي الخير الكثير وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه بصفاته الكريمة. Pra, masi njeriu thot e kërkon dhe e paraqet ose e shtron dhe dorëzohet para Allahut Azza wa Jall, pra e shtron veten e tij dhe dorëzon veten e tij para Allahut Azza wa Jall, i kërkon Zotit nga mëshira e tij e madhe që ta falë atë. Dhe kjo thot është dhe përfundimi më i mirë në një ndërtim të një duaje. Pra, atë çka ti e ndërton para Allahut Azza wa Jall, kjo është përfundimi më i mirë, ti lutesh me cilësinë e tij të nderuar, që i thua: o Allah, ti e falsi, më fal mua, më fal mua. Disa dobi që ka përmendur shehu nga ky hadith, thotë e para është se është e pëlqyeshme kjo dua që të veprohet në këtë kohë. Pra, mbasi kemi lexuar që të na ruaj Allahu nga ato 4 gjëra, atëherë mbas kësaj të lexojmë këtë dua dhe që të jetë në rënditje sa më e plot dhe të dalësh nga namazi yt, insha Allahu Taala me gjunahe të falura. E dyta, husnu dua o të nasu bihi. Thot, nga ky hadith përfitojmë se duaja ka rregullat e veta. Ka rregullat e veta dhe nuk mund të bëhet dua ashtu sikurse mund ta bëjnë shumë njerëz, pra ku ata i drejtohen Allahut Azza wa Jall, shpejtojnë në kërkesën e atyneve, nuk i japin meritet Allahut, por se shkojnë aty ku ata domethënë kanë në gjokset e tyre duke kërkuar nevojën që kanë për Allahun Azza wa Jall dhe harrojnë atë çka është pra kryesore, ku është pra edukata me Allahun, dhe pastaj i kërkon Allahut Azza wa Jall pra atë nevojën tënde, dhe Allahu Azza wa Jall pra nëpërmjet kësaj mënyre dhe kësaj edukate bëhet shkak që ti përgjigjet kërkesës tënde. Nga ky hadith mësojmë se çdo dua duhet që të hapet me këtë formë, duke ja dedikuar dobësinë vetes tënde dhe padrejtësinë vetes tënde, pastaj lavdrojmë Allahun Azza wa Jall ashtu siç e meriton ai, dhe pastaj parashtrojmë kërkesën tonë dhe mas kësaj presim përgjigjen e Allahut Azza wa Jall që të na fali dhe të na përmbush nevojën tonë. E katërta, në këtë hadith del qartësi sa i kujdesshëm ishte Abu Bekri Siddiq, ku ishte pra një nga sahabët më të ditur në mesin e sahabëve dhe
nga kujdesi i tij pra dhe bëhet shkak për të na mësuar dhe neve më pas, ai kërkon pra i vetëm i kërkon të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që t'i mësojë një dua dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i mëson këtë dua dhe këtu bëhet shkak Ebu Bekri radiallahu anhu që të gjithë pra umeti i tij të mësojnë këtë dua dhe ta veprojnë atë deri në ditën e gjykimit. E pesta, Imam Ibn Daqiq al-Eid ka thënë për këtë dua se kjo dua pra e ka vendin e saj pra në tashahudin e fundit, jo në tashahudin e dytë, por në tashahudin e fundit. Prandaj kjo është një kohë pra tashahudi i fundit ku njeriu përpiqet që të bëjë dua sa më shumë tek Allahu Azza wa Jall, porse siç do vi dhe më poshtë, Sheikhul Islam Ibn Taymija Allahu mëshirof ka thënë që Imam Ahmed ibn Hanbal nuk ju luste Allahut Azza wa Jall vetëm se ata me ato dua dhe lutje të cilët ishin të ardhura nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ose të kërkuara nga sahabët radhiyallahu anhum ose të ardhura nga sahabët radhiyallahu anhum. Pra u përpiqte që t'ju drejtonte Allahut Azza wa Jall vetëm se me dua të qarta dhe të ardhura nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu thot nga ky hadith kuptojmë se mbasi njeriu i vepron këtë lloj renditje në tashahudin e fundit, mbas kësaj duaje të cilën sapo e lexuam, ti je i lirë që ti kërkosh Allahut Azza wa Jall pra nga nevoja jote, çfarë do qoftë ajo. Çfarë do qoftë ajo. Pra lejohet që të lutesh dhe me diçka tjetër e cila nuk ka ardhur nga forma dhe tradita e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sepse thot hadithi wa yastakhir ba'da dhalika min al-mas'alati ma sha. Ka thënë dhe pastaj i kërkon Allahut Azza wa Jall nga gjërat e tua, nga nevojat e tua, çfarë të duash ti. Pra mase ti i ke përmendur renditjen e tillë pra si më përpara. Dhe fika e fundit që ka përcjell Sheikh Abdullah al-Bassam është wala yaghfiru dhunuba illa anta, nuk i fal gjunahet vetë se ti o Allah. Ka thënë Ibn Daqiq al-Eid për këtë, thotë është një shenjë ku tregon se kërkimi i faljes është lidhur vetëm se me Allahun Azza wa Jall dhe mos kujtoj njeriu se ai bëhet shkak me veprën e tij, me punën e tij, me kërkesën e tij që Allahu ta fali dhe s'ka ku pra si thosh është e detyrueshme që të falet. Jo. Ti do bësh shkakun, ti përpiqesh që t'ia drejtosh Allahut Azza wa Jall mangësinë tënde, pa ajo pastaj është në dorën e Allahut, në mëshirën e Allahut që të ta fal ty. Pra dhe nuk e fal gjunahun dhe mangësinë përveç se ti o Allah. Kaq për këtë hadith dhe hadithi i fundit me temën e sotme dhe e mbyllim me shpresë të Allahut Azza wa Jall mësimin është hadithi me numër 120. An Aisha radhiyallahu anha qalet ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alayhi idha jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. Në këtë hadith mësojmë se kjo dua bëhet atëherë kur njeriu pra ngelet ose inshallah ta përkthem më përpara. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam sa herë që është falur, mbasi i ka zbritur kjo sure, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, deri në fundin e saj, ka thënë thot mbas kësaj sure në çdo namazin e tij, në çdo ruku dhe në çdo sejdë, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Pra, në këtë hadith përfitojmë se nuk është vetëm ajo dua të cilën ne e bëjmë për herë me veten tonë, subhana rabbil ala në sejdë dhe subhana rabbil azim në ruku. Atëherë mësojmë se ka edhe dua të tjera të cilat pra i ka vepruar dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo dua ka një vlerë e cila është mbasi i zbriti kjo sure,
idha jaa nasrullahi wal fath, dhe kur do të vi ty ajo hapja e cila ishte çlirimi i Mekës, nga kjo sure i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kuptoi se fundi i jetës ishte shumë afër. Sepse siç e ka përcjellur Sheikh Abdullah al-Bassam ka thënë se kjo sure pra i tregoi të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e paralajmëroi atë se vdekja dhe largimi nga kjo dunja ishte afër, sepse gjithçka kishte marrë pra rrugën e saj. Në fenë e Allahut azza wa jall po hyshin njerëzit pa u detyruar. Qytetet ishin duke u çliruar nga dita në ditë. Hadithi me të cilin ka ardhur dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam që ka thënë leiluha ka nahariha, ti e ke lënë atë errësirën asaj nate sikurse është dita, drita e ditës, pra gjithçka ishte e qartë dhe e shpjeguar. Që tregon se përfundimi, amaneti që i kishte lënë Allahu azza wa jall të dërguarit ti kishte ardhur në përfundim dhe e kishte transmetuar atë tek njerëzit, tek ummeti në formën më të mirë. Faqat addayta al-amana, siç ka thënë, ballagta ar-risala wa adaytu al-amana. E ke plotësuar atë çka ne të kemi zbritur dhe e ke përçuar atë në formën më të mirë, wa nafadhta ma amaraka Allahu biha, dhe e ke përkryer atë çka të ka urdhëruar i dërgumi e Allahu azza wa jall ashtu sikurse duhet. Dhe nga kjo kuptoi se duhet që të shtoj istighfar dhe më shumë tek Allahu azza wa jall, dhe pse i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam i ishte falur gjithçka çka kishte vepruar dhe çka do vepronte, dhe ishte prej pra banorëve të xhenetit dhe xhenetit Firdaus. Dhe pra njeriu duhet kuptoj nga kjo se kur i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam përpiqej që të bënte sa më shumë dhikre dhe falënderime dhe kërkim falje ndaj Allahut azza wa jall, atëherë si është pra situata me ne, me njerëzit, ku njerëzit pra janë me një huti të madhe, ku njerëzit janë larg asaj që është fe, ku njerëzit janë shumë larg për kujtimit të Allahut azza wa jall, ku njerëzit janë larg kërkimit diturisë, ku njerëzit janë larg edukatës, ku njerëzit janë larg moralit, ku njerëzit janë larg gjithçkaje që quhet e mirë. Si është situata me ne kundrejt Allahut azza wa jall? Ne duhet që pra të përpiqemi shumë herë më shumë se sa i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu marr shkak dhe them kur ka ardhur në hadithin që transmeton Aisha radhiyallahu anha, ku i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam falej namaznate saqë i ueqin këmbët e tij, dhe Aisha i drejtohet dhe i thotë: o i dërgumi Allahut, pse e vepron këtë? Dhe i drejtohet Aishës dhe i thotë: o Aisha, afala akunu abdan shakura, a mos t'jem unë një njeri falëndërues? Pra ky lloj adhurimi me ne sot pra është shumë larg. Dhe jo vetëm larg, por Allahu na ruajt pra sa ne e kemi menduar ta veprojmë, ashtu sikurse ka vepruar dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, të bësh këtë lloj adhurimi saqë të ejtën këmbët dhe e përshkruan që është thot falënderim ndaj Allahut azza wa jall. Zoti na ruajt pra në situatën tonë, në këtë situatë që ne jemi larg kërkimit diturisë, se kur njeriu nuk kërkon dituri, nuk mund të jetë i devotshëm, sepse devotshmëria të shtyn tek vepra e mirë, devotshmëria të shtyn tek namazi, nafile, devotshmëria të shtyn tek morali, tek edukata, tek sjellja, devotshmëria të shtyn që ti të jesh person që të durosh dhe mos të nxitosh, e kështu pra të gjitha këto arrihen vetëm me kërkimin e diturisë. Na boft Allahu azza wa jall që të përfitojmë nga këto që dëgjojmë, nga veprat që ka vepruar dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam, sahabët e tij, dhe të jemi për njerëzve që përpiqemi që të praktikojmë atë çka e ka lënë si trashëgimi i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dobit që përfitojmë nga ky hadith, e para është istihbab el-ikthar min hadha ad-du'a fi ar-ruku' was-sujud. Është e pëlqyeshme që ta shpeshtojmë, pra ta bëjmë atë sa më shumë këtë lloj duaje në ruku dhe në sejdë, në ruku dhe në sejdë. Sepse këto fjalë pra përmbajnë, thot shehu, duke e shpjeguar, përmbajnë thot pastrimin dhe
larg të metave është i Allahu azza wa jall nga çdo mangësi dhe gjithashtu përmban çdo lavdrim ndaj Allahut azza wa jall dhe me këto ti drejtohesh Allahut dhe afrohesh tek Allahu azza wa jall që Zoti të t'i japra faljen e tij. Dhe kjo arrihet sepse ai posedon atë çka është, pra ai ka faljen dhe ai e meriton që të fal njerëzit. Prandaj kjo është e pëlqyeshme që mos ta lëm, pra mos jemi për njerëzve që harrojmë këtë dua, por ta bëjmë atë sa më shumë në namazet tona, pra në rukun dhe në sejdën tonë. E dyta, ta mbyllim pra llojin e adhurimit duke bërë Subhana Rabbil Azim, themi dhe Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Pra masi kemi thënë 3 herë Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim në ruku, themi dhe Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Gjithashtu dhe sejdë, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, themi dhe Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. E treta, anna ahsana ma yatawassal bihi ila Allah fi qubul ad-du'a huwa dhikr mahamidihi wa tanzihihi an naqais wal uyub. Kjo është forma më e mirë që të afrohesh tek Allahu azza wa jall për të kërkuar atij atë nevojë që ti ke. Në fillim e lavdron Allahun azza wa jall, e ngren atë lart, pastaj e jep atë që ai është meritor, pastaj i kërkon nevojën tënde dhe Allahu azza wa jall ta pranon atë. E katërta është se personi i cili al-muta'abbid, pra personi i cili kërkon Allahut azza wa jall, duhet që tjetë thot ta kërkojë atë në formën më me edukat, në formën më ashtu sikurse është meritor Allahu azza wa jall, dhe mos të nxitoj dhe mos ta kërkoj atë pra me sikurse po themi me forcë, dhe mos t'i vej Allahut azza wa jall kufi, o Allah më fal se kështu do veproj, o Zot po s'u bë atë kështu do veproj. Jo, kjo nuk lejohet, sepse Allahu azza wa jall ka gjithçka në dorë dhe Allahu me mëshirën e tij fal çdo gjë. E pesta, fadilatul istighfar wa talabihi fi kulli hal, pra mirësia e kërkimit faljes dhe ajo kërkohet në çdo gjendje, në çdo kohë, në çdo moment. Pra edhe në ruku, edhe në sejdë, edhe në tashahhud, pra në çdo kohë, në çdo moment njeriu i kërkon Allahut azza wa jall falje. Dhe e gjashta, të cilën pra ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allahu mëshiroft, siç u thash më lart, që e transmeton nga Imam Ahmedi dhe thot se Imam Ahmedi thot në namazin e tij asnjëherë thot nuk u luste me një dua vetëm ato dua të cilët pra ishin të përcjellura nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo është diçka e cila është pra e pëlqyeshme dhe ne e tham dhe më lart që normalisht nga kjo fjalë nuk tregon se ne nuk mund të lutemi me atë çka e kemi në zemrën tonë dhe në gjokset tona, pa diskutim, por se mbasi kryjm atë dhe veprojmë atë çka ka ardhur nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç i rënditëm më përpara, atëherë kërkojmë Allahut azza wa jall mbasi kemi lexuar ato dua, i kërkojmë Allahut nevojën që ne kemi për gjithçka që kemi në zemrën tonë dhe në gjokset tona, dhe Allahu azza wa jall din më së miri atë, po kërkon prej nesh që të jemi njerëz të përulur, njerëz që i drejtohemi Allahut azza wa jall në çdo kohë, në çdo moment, dhe Allahu ja pranon besimtarit dhe besimtares dhe ja kthen pra xhavabin dhe ja fal gjunahun, dhe Allahu na bëf për atyre njerëzve që na i pranon duat tona, na bën për atyre njerëzve që përpiqen për të mësuar fen Allahut azza wa jall, dhe na bën për atyre njerëzve që përfiton prej asaj çka është pra fe, qoftë ajo prej Allahut azza wa jall Kur'an, qoftë ajo hadith nga fjala e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, qoftë ajo nga shpjegimi i ulemave që është pra trashëgimia e selefëve. Amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu e shpërblet më të mira për kohën e juaj. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.